SPAK kërkon dënimin me 3 vite burg për ish deputetin socialist. Jurgis Çyrbia akuzohet për nxjerrje sekreti, korrupsion në zgjedhje dhe shpërdorim detyre. Gjykata e posaçme ka dënuar me 3 vite burg ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Çyrbia, por për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do qëndroj pas hekurave vetëm për 2 vite. Ish-ligjvënësi socialist u dënuar për tregtim të sekretit shtetëror në disa raste, për krahje të autorit të krimit disa herë dhe korrupsion në zgjedhjet e vitit 2021. Hetimet tregojnë se Çyrbia ka nxjerrë informacione sekrete të policisë së shtetit dhe sistemit TIMS, duke ju ardhur në ndihmë personave në kërkim që të shmangin kapjen e tyre. Ai akuzohet gjithashtu për ndikim në organet ligjzbatuese në këmbim të mbështetjes elektorale në zgjedhjet e vitit 2021. Po ashtu ndaj tij zhvillohen hetime për shpërdorim detyre, për frymosjen e dokumenteve mbi pronësinë e rreth 25.000 metrave katror tokë në zonën e Rashbullit në Durrës. Çyrbia u morë në pyetje më 8 tetor dhe një ditë më pas dha dorëheqje nga mandati i deputetit, pak para se të shpallej në hetim. Ai është deputeti i tretë i Partisë Socialiste në qarkun e Durrësit që përballet me drejtësi në këtë mandat qeverisës.